Krahas Bregdetit në Lezhë ka marrë vëmendje edhe turizmi historik. Memoriali Gjergj Kastriotit është një prej aseteve më të kërkuara nga vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave zyrtare, në 10 mujorin e parë të këtij viti, vendvarrimi i Skënderbeut është vizituar nga 17.200 persona, duke njohur numrin më të lartë të turistëve që për ngritjes së këtij institucioni në vitin 1981. Deri aktualisht që flasim, janë shënuar rekorde në krahasim me të gjitha vitet e tjera që nga koha kur ekziston si institucion. E veçantë është se më shumë ka pasur turistë të huaj se sa vizitorë nga Shqipëria dhe Kosova. Krahas shqiptarëve të Kosovës, interes për memorialin e Skënderbeut kanë patur edhe shumë turistë të huaj, ku numrin më të lartë të tyre e zën holandezët. E veçanta është se tashmë një shtet i huaj ja kalon edhe Shqipërisë dhe Kosovës për sa i përket numrit vizitorëve në këtë objekt. Deri tani kemi vijuar me çmimet faktikisht çmimet më të lira në Shqipëri, edhe niveli i shërbimit me 2 gjuhë të huaja, kuptohet, luan rolin e vet, për pos kësaj nuk kemi si institucione të tjera që mbajmë mbyllur në ditë caktuara. Këtu punët marrë gjatë në 7 ditë të javës, përfshihet ditën e diel edhe të hënë zakonisht mbyllen muzeet, por edhe gjatë ditëve të festave zyrtare. Pra, çka bën mundet që shërbimi të ofrohet pra sa atëherë kuptohet edhe numri më i madh zakonisht është në fundjavë, kur njerëzit janë pushim, administrata është pushim, por edhe gjatë periudhës së festave. Bashkëpunimi me agjencitë turistike dhe promovimit që po i bëhet në vazhdimsi Lezhës, duket se ka ndikuar në këtë bum turistik gjatë vitit 2023.